Mirë, do të rishkruaj historinë në shqip në 2 seksione, secila midis 1900-2000 fjalësh, duke pasur kujdes për gjithë detajet, rrjedhën natyrore dhe duke i përshtatur emrat dhe kontekstin kulturor shqiptar. Do të filloj tani. Milioneri u maskua si pastrues dhe u paralizua kur dëgjoi atë që tha recepcionistja. Para se të vazhdoni, na lini në komente vendin ose qytetin tuaj. Tani, shihoni historinë. Askush në pallatin e madh nuk e dinte se burri që po lante dyshemen prej mermeri atë mëngjes ishte pronari i të gjithë ndërtesës. Askush, përveç tij. Aleksi Doda kishte 40 vjet, 3 zinxhir hotelierik në Shqipëri dhe një problem që asnjë takim i drejtorëve nuk kishte arritur ta zgjidhte. Pallati i madh në Tiranë, gurtheu i perandorisë së tij, po shkëputej në copa në heshtje. Jo fizikisht. Shtyllat qëndronin ende. Mermeri shkëlqente ende, lustrat e kristalit vareshin ende nga tavanet me atë hieshin antike që kishte kushtuar një pasuri për tu restauruar. Problemi ishte tjetër. Vlerësimet në internet 247 gjatë 3 muajve të fundit dhe prej tyre 183 me 1 ose 2 yje. Fraza si, stafi duket se është trajnuar të injoroj. A është menaxheri një fantazmë apo e vetmja njeri në këtë hotel është vajza në recepcion, shfaqeshin përsëri dhe përsëri. Vajza në recepcion. Ai detaj e kishte tërhequr vëmendjen e tij më shumë se çdo tjetër. Aleksi ja kishte thënë drejtorit të operacioneve, Ferit Frakullës, në 3 takime të ndryshme. Ferit, a i ke lexuar ato që thon klientët për recepcionin? I kam lexuar raportet, zoti Aleks. Gjithçka është nën kontroll. 183 vlerësime negative nuk janë nën kontroll. Janë raste të izoluara. Hoteli kalon një periudhë rregullimi. Një periudhë rregullimi. 5 vite duke menaxhuar hotelin dhe më e mira që kishte ishte një periudhë rregullimi. Prandaj Aleksi kishte marrë vendimin më të pazakontë të karrierës së tij. Do të bëhej pastrues. Jo si një ushtrim i menaxhimit nga manualet e biznesit, për realitet. Me uniform, me kovë, me shkup. Për aq kohë sa do të duhej për të kuptuar se çfarë po ndodhje vërtet në hotelin që mbante mbiemrin e familjes së tij që nga viti 1987. Ai mëngjes erdhi në orën 6:15 nga hyrja e shërbimit. E kishte rruar mjekrën që zakonisht mbante të kujdesur. Kishte syze plastike që nuk i duheshin dhe një kapel blu. Përgjegjësi i mirëmbajtjes, një burr besimi që kishte punuar me babain e tij, e kishte regjistruar në sistem si punëtor i përkohshëm, turni mëngjesit dhe i kishte dhënë një kombinezon të kaltër marine me stemën e qëndisur të hotelit. Askush nuk e shikoi 2 herë. Kjo tashmë i thoshte diçka. Saloni kryesor ka nevojë për një kalim para orës 8, i tha përgjegjësi me zë të ulët. Stafi i pastrimit tashmë ka ngjitur në dhoma. Këtu je vetëm ti. Aleksi habiti, kapi shkupën dhe hyri në salonin e madh. Dyshemeja prej mermerit të bardhë e gri pasqyronte dritën e zbeth të llambave në mur, rreshta divanesh kadifeje, një recepcion prej drurit e errët në fund, ende bosh dhe në ajër ajo heshtje e hoteleve në agim që Aleksi e njihte që fëmijëri, kur gjyshi e sillte të dielave dhe e linte të vraponte përgjatë korridoreve para se të arrinin mysafirët. Filloi të fshinte dhe ndërsa fshinte vëzhgonte. Në orën 6:45 erdhi punonjësi i parë, një bellman që hyri nga dera anësore pa shikuar anash dhe shkoi direkt në dhomën e pushimit. Në orën 7:15 portieri i natës doli duke zvarritur këmbët me një fytyrë sikur kishte fjetur 3 orë. Në orën 7 pikërisht një alarm ra diku në ndërtesë dhe askush nuk e fikuri për 4 minuta. Ferit Frakullja u shfaq në orën 7:20 me kostumin e hekurosur për sosur, flokët të krejur me precizion kirurgjik dhe një shprehje menaxheri që i di të gjitha. Hyri në hall, e shikoi Aleksin me atë përçmim të rastësishëm që ruhet për mobiljet dhe vazhdoi drejt zyrës së tij pa thënë asnjë fjalë. Aleksi numëroi deri në 10. Në orën 7:38 dera rrotulluese e hotelit u hap me një goditje kofshe dhe brenda vrapoi një grua me uniformën gjysmë të kopsur, këpucët me tak në njërin dorë dhe një kafe në tjetrën. Flokët të mbledhur në një top që qartë kishte mbijetuar një natë gjumi të trazuar dhe 4 semafor të kuq. Jo, po përsëriste midis dhëmbëve ndërsa ka përcente lobin në kërcim, bosh në dyshemen e ftohtë prej mermeri.
Kaloi pran Aleksit pa e parë, hodhi çantën pas banakut të recepcionit, u mbështet në të për të vënë këpucët pa e lëshuar kafen dhe pastaj u drejtua. Merë frym thellë dhe pa pritmas aty kishte një person tjetër. E njëjta grua, por e ndryshme. Shpina e drejtë, shpatullat e hapura, buzëqeshja gati. Pastaj pa dyshemen e lagësh që Aleksi sapo kishte fshirë dhe e tregoi me kafen. Ti je i përkohshmi i mirëmbajtjes. Po. Al. Natalia Vangeli, recepcion. U përkul mbi banak për të parë punën. Fshirje e mirë. Ajo pjesa në fund gjithmonë mbetet me një film sepse makina e kafes pikuron. E raportova në shtator dhe në janar. Këtu ka gjëra që riparohen dhe gjëra që janë në proces. Sa kohë ke këtu? 4 vjet në këtë hotel. 3 në zinxhir më parë në Shkodër. Ajo ndezui kompjuterin. Herën e parë që të shoh. A të dërgoj agjencia apo të punsoj Feriti direkt? Nga agjencia. Atëherë të trajtoj mirë në intervistë dhe tani do të injoroj për 2 javë. E shikoj anash me diçka që nuk ishte mizori, por informacion. Mos e merr personalisht. Është metoda e tij me të gjithë. Aleksi mbështeti shkupën në mur dhe si e durohet kjo. Me kafe dhe pa pritshmëri. Natalia ngriti gotën si një dolli. Mirë se erdhe në pallatin e madh, Al. Vendi më i bukur në Tiranë dhe më i çuditshëm nga brenda. Aleksi nuk duhej të prishte shumë për të parë se çfarë donte të thoshte me më i çuditshëm nga brenda. Në orën 8:10, Ferit Frakullja u shfaq në hol me një dorezë dhe shprehjen e dikujt që ka gjetur pikërisht atë që kërkonte për të justifikuar humorin e keq. Natalia, ke 8 minuta vonesë. Mirëmëngjes, Ferit. Natalia nuk i ngriti syt nga tastiera. Arrita në orën 7:38. Turni fillon në orën 7:40. Turni fillon kur unë them se fillon. Dhe uniforma jote është një rëmuj. Natalia shikoi gjaketën e uniformës së saj, tashmë të kopsur për sosur, dhe pastaj e shikoi përsëri atë. Uniforma është e plotë, e pastër dhe e kopsur. Nëse ka ndonjë kod specifik paraqitjeje që ka ndryshuar këtë javë, do ta vlerësoja ta shija me shkrim që ta ndiqja. Feriti hapi gojen, e mbylli, e hapi përsëri. Qëndrimi yt, tha më në fund, lë shumë për të dëshiruar. Qëndrimi im është profesional, vazhdoi Natalia duke shtypur taste. Ajo që lë për të dëshiruar është se dje 3 mysafir pritën 40 minuta për të bërë check-in, sepse askush nuk mbuloi postin tim kur unë shkova në banjë dhe ti ishe në një telefonat. Por kjo nuk shfaqet në dorezën tënde, apo jo? Feriti u bë i kuq. Jo i kuqi i turpit, por i kuqi një njeriu që sapo u tregua para dikujt që nuk duhej ta kishte dëgjuar këtë. Ai u kthye drejt Aleksit. Ti, i përkohshmi. Banjoja në katin e dytë ka nevojë për vëmendje. Ngjitu tani. Ekipi i katit të dytë hyn në orën 8, tha Natalia pa ngritur zërin. Është protokolli që ti vetë e aprovove në tetor. Është në dokumentin e menaxhimit të turneve, faqja 4. Dëshiron ta shtyp? Aleksi duhej të shikonte në dysheme për të mos buzëqeshur. Feriti mori frym dëgjueshme përmes hundës, u kthye mbi thembra dhe u largua drejt zyrës së tij. Dera nuk u mbyll me vrull. Ishte më keq. Ai e mbylli ngadalë me atë precizion që kanë njerëzit që janë të furishëm por nuk duan ta tregojnë. Natalia priti saktësisht 5 sekonda. Çdo ditë, tha me zë të ulët, pa dramatik, si dikush që jep një informacion të motit. Çdo ditë diçka e tillë. Mos u shqetëso, kalon. Dhe ti i përgjigjem gjithmonë kështu. I përgjigjem me fakte. Ti mëson diçka. Fakteve nuk mund t'u kundërshtosh, mund t'i injorosh vetëm. Dhe nëse ai injoron para meje, preferoj ta bëj me qëllim dhe jo nga pakujdesia. Aleksi e shikoi për një moment. Dhe nuk të frikson se do të pushoj nga puna? Natalia ngriti syt nga kompjuteri për herë të parë në bisedë. E shikoi me një shprehje që nuk ishte arrogancë as naivitet. Ishte diçka më e qetë dhe më e vendosur se të dyja së bashku. Feriti mund të më pezulloj, mund të më bëj vërejtje, mund të bëj çfarë të doj. Ajo uli zërin pak. Por dita kur unë do të largohem nga ky hotel do të jetë sepse unë vendos të iki, jo sepse ai vendos që unë po iki.
Aleksi habiti ngadalë dhe kapi përsëri shkupën. Mëngjesi vazhdoi siç vazhdojnë mëngjeset në hotelet pesëfyje, me qetësinë e atij që duket se asgjë nuk po ndodh dhe kaosin e atij që e di se gjithmonë diçka po ndodh. Aleksi fshiu, pastroi, transportoi valixhe nga një vend në tjetrin kur i kërkuan dhe vëzhgoi. Vëzhgoi Feritin duke kaluar 3 herë nëpër hol pa biseduar me askën. Vëzhgoi 2 roje që fshieshin kur e shihnin duke ardhur. Vëzhgoi si telefoni i recepcionit bënte zile ndërsa Feriti ishte në zyrën e tij dhe Natalia menaxhonte vetëm check-in, ankesat, pyetjet dhe një zonjë 70 vjeçare që nuk gjente syzet e saj dhe ishte e bindur se dikush i kishte vjedhur. Zonjë Pilar, le t'i kërkojmë së bashku. Natalia doli nga pas banakut dhe i ofroi krahun. Më tregoni ku keni qenë këtë mëngjes që u zgjuat. Aleksi e ndoqi me shikim derisa u zhdukën përgjatë korridorit. 5 minuta më vonë u kthyen. Natalia mbante syzet në dorë. Ishin në xhepin e palltos, tha me një buzëqeshje. I keni lënë dje kur arritët. Zonja Pilar i mori me 2 duar sikur të ishin prej ari. Je një ëngjëll. Një ëngjëll i vërtet. Jam vetëm një person që e di se syzet janë gjithmonë aty ku më pak e pret. Natalia e shoqëroi deri në ashensor. A keni ngrënë mëngjes? Bufeti mbyllet në orën 10, por unë i them kuzhinierit t'ju ruaj diçka nëse dëshironi. Zonja hyri në ashensor duke qarë nga lehtësimi dhe mirënjohja. Natalia u kthye në banak, shtypi disa gjëra, mori telefonin dhe thiri kuzhinën. Përshëndetje, Rafael, jam Natalia. A mund të më ruash diçka për zonjën nga dhoma 412? Do të vi pas 10 minutash. Faleminderit. Pastaj e varri dhe pas se Aleksi po e shikonte. Çfarë? Pyeti ajo. Asgjë. Aleksi tundi kokën. Ti gjithmonë e bën këtë. Çfarë? Të shkosh përtej asaj që të kërkojnë. Natalia e mendoi për një moment, sikur pyetja i dukej e çuditshme. Nuk është të shkosh përtej, është të bësh punën mirë. Hapi një sirtar dhe nxori një stilolaps. Kjo zonjë do ta kujtoj këtë hotel sepse dikush i kërkoi syzet. Do t'ja tregoj bijes së saj, fqinjës, kujto. Kjo vlen më shumë se çdo fushatë reklamimi. Dhe a e di Feriti që ti i bën këto gjëra? Feriti di atë që dëshiron të di, ajo mbylli sirtarin, që është shumë pak. Në orën 10:30, Aleksi zbuloi sekretin e parë të madh të pallatit të madh. Ishte në korridorin e bodrumit, afër vromave të pastrimit, kur dëgjoi zëra. Nuk ndaloi të dëgjonte me qëllim, mbeti i qetë sepse nuk donte të ndërhynte dhe atëherë dëgjoi. Ishte pranvera Saliu, recepcionistja tjetër, duke biseduar me një pastruese dhoma. E ke parë, thoshte pranvera. Vlerësimet e janarit. Monikës i vunë performancë të pamjaftueshme dhe Xhavit i ulën kategorinë. Por Monika është ndër më të mirët që kemi. E di. Dhe Xhavi ka 6 vjet këtu pa një problem. Por Feritit i duhej të justifikonte se numrat e ulët nuk janë faji i tij. Dhe ti e di se si funksionon kjo. Dhe askush nuk thot asgjë. Kush ti thuash? Nëse pronari i hotelit nuk shfaqet kurrë. Pranvera uli zërin. Natalia i ka dokumentet. I gjeti në printer gabimisht. Thot se janë vlerësimet origjinale kundrejt atyre që dorëzoi Feriti, por nuk e di nëse ti përdor nga frika se do ta bëjnë objektiv. Aleksi nuk lëvizi për 30 sekonda, pastaj vazhdoi të ecte sikur nuk kishte dëgjuar asgjë, por i mbante këto fjalë të ngulitura diku midis gjoksit dhe stomakut. Ai u kthye në hol në orën 11:05 dhe e gjeti Natalin duke menaxhuar një situatë delikate. Një burr rreth 50 vjeç, kostum, mentele qaf e hapur, qëndronte i mbështetur në banak me atë pozë të dikujt që mendon se recepcioni ekziston për komoditetin e tij personal. Dhoma ime, thoshte ai, shikon në obor të brendshëm. Unë kërkova pamje nga qyteti. Gjithmonë kam pamje nga qyteti kur vi këtu. Zotëri Konstantin, sipas rezervimit që bëri asistenti juaj, dhoma është standard e 2 fish me pamje të brendshme. Natalia po shtypte ndërsa fliste. Nuk ka shënim preferencash për pamje. E po, atëherë keni gabuar. Unë gjithmonë kam pamje. Është çështje politike e hotelit me mua. E kuptoj se është preferenca juaj e zakonshme.
Natalia nuk humbi qetësinë. Tani për tani kemi 2 dhoma me pamje në dispozicion. Njëra është superior me shtesë 70 për natë. Tjetra është dhomë junior me shtesë 120. Nuk do të paguaj shtesë. Duhet të jetë një mirësjellje e hotelit duke pasur parasysh historinë time të qëndrimeve. Mund të flas me menaxhmentin për të parë nëse ka ndonjë mundësi, tha Natalia. Më jepni një moment? Nuk kam kohë për pritje. Burri, Konstantin Vokri, u drejtua pak. Kush është përgjegjësi këtu? Unë jam recepcionistja në turn. Po ju ofroj një zgjidhje. Dua të flas me dikë që ka autoritet për të marrë vendime të vërteta. Jo me vajzën e banakut. Aleksi pa momentin e sakt kur diçka kreu fytyrën e Natalisë. Nuk ishte zemërim, ishte diçka më e përmbajtur dhe më e ftohtë, një vendim i marrë në të 10-tat e sekondës. Unë jam personi që mund t'ju shërbej në këtë moment, zotëri Konstantin, zëri i saj nuk ndryshoi fare ton, dhe po ju ofroj pikërisht atë që kam në dispozicion. Nëse preferoni të prisni drejtorin e përgjithshëm, mund t'ju tregoj se në këtë moment është në një takim, por do ta njoftoj sapo të jetë i lirë. Konstantini e shikoi nga kokat e këmbët me atë ngadalësi që synon të jetë për çmim. Njerëz si ti, tha me zë të ulët, nuk e kuptoni se si funksionon vërtet shërbimi. Natalia nuk i ruajti sytë. Njerëz si unë, u përgjigj po aq e qetë, po aq e ftohtë, kanë 4 vjet duke e bërë këtë hotel të funksionojë. Do t'ju përgatis dhomën që keni rezervuar. Nëse në ndonjë moment vendosni që preferoni një opsion tjetër, unë jam këtu. Konstantini fryu, mori kartën e dhomës që Natalia i zgjati dhe u largua drejt ashensorit pa thënë asgjë më shumë. Aleksi priti derisa dyert e ashensorit u mbyllën. Kjo ndodh shpesh, pyeti. Cilën pjesë? Natalia u kthye në ekranin e saj me normalitet. Pjesën njerëz si ti. Ajo pjesë pikërisht, jo shpesh, por variacionet e saj çdo ditë. Kam diçka, e duroj. Ajo që nuk e duroj është kur punonjës të tjerë e marrin atë dhe nuk kanë mënyrë t'i përgjigjen. Pse nuk mund t'i përgjigjen? Sepse kanë më pak kontratë se unë, ose më pak kohë, ose thjesht më shumë frikë. Ajo ngriti supet. Kjo është arsyeja pse unë jam këtu, në mënyrë që nëse dikush do të marrë goditjen, le ta marr unë. Aleksi e pa në heshtje. Ajo grua kishte 4 vjet duke qenë mburoja e gjithë stafit të atij hoteli dhe Ferit Frakulja kishte 5 vjet pa e kuptuar. Historia e të zotëve palëve erdhi në orën 12 për pikërisht, pothuajse rastësisht. Aleksi ishte afër banakut kur hyri një çift i moshuar. Ai me një kostum që duhet ta kishte kushtuar një shumë të mirë para 20 vjetësh dhe akoma i përshtatej me dinitet. Ajo me një fustan dhe flokët të krejur me kujdes. Të dy ecën ngadalë, pa nxitim, duke e shikuar hollin me shprehjen e dikujt që po rishikon një kujtim. Shiko, Eno, tha ajo me zë të ulët. Llampa e madhe është akoma njësoj. Të thash se do të mbetej e njëjtë. Burri i kapi dorën. Llampat e mira nuk ndryshohen. Ata ju afruan recepcionit. Natalia i përshëndeti para se të arrinin në banak. Mirëmëngjes, mirë se vini në pallatin e madh. Mirëmëngjes, zonjush. Burri, zoti Ener Petriti, i vendosi duart në banak me delikatësinë e dikujt që ka mësuar se nuk duhet të mbështetemi me forcë në gjëra të bukura. Kemi rezervim Petriti, Ener dhe zonja. Natalia kërkoi në sistem. Ja ku është? Dhoma 310. 2 net. Ngriti syt. Është hera e parë që na vizitoni. Zoti Ener dhe zonja e shikuan njëri tjetrin. Dhe në atë shikim kishte 45 vjet histori. Herën e parë që erdhëm së bashku, tha ai, ishte saktësisht 45 vjet më parë. 20 mars 1980. Natalia ndaloi së shtypuri. Sot është përvjetori juaj. Përvjetori i martesës, apo jo? Zonja buzëqeshi. I ditas kur unë njohëm. Në valletin që organizonin këtu çdo vit. Unë erdha me motrën time dhe ai erdhi me kushërinjt e tij dhe këtu filloi gjithçka. 45 vjet, përsëriti Natalia ngadalë. 45. Dhe u martuam vitin tjetër në kishën e rrugës Dëshmorët, por fillimi ishte këtu.
Zoti Ener e shikoi Hallin me diçka që Aleksi, nga ku qëndronte, mund ta përshkruante vetëm si mirënjohje. Donim të kthehesim edhe një herë. Që zonja ta shoh njësoj siç e kujton. Natalia i shoqëroi deri në ashensor me kartat e dhomës. Para se të ngjiteshin, ajo u pyeti diçka tjetër me zë shumë të ulët. Aleksi nuk dëgjoi çfarë ishte. Zonja i u përgjigj diçkaje. Buzëqeshte. Natalia habiti. Kur u kthye në banak, mori telefonin e brendshëm. Pranver, a je akoma në depo? Duhet të më nxjerrësh 2 gjëra. Ajo uli zërin. Dhe thirr Rafaelin nga kuzhina, kam një porosi të veçantë për këtë pasdite. Në orën 2 pasdite, Aleksi bëri diçka që nuk kishte bërë për 10 vjet. Injoroi një mesazh urgjent nga drejtori i tij financiar. Mesazhi thoshte, kemi nevojë për nënshkrimin tënd në dokumentet e zgjerimit të Vlorës. Takim i propozuar për nesër në orën 9. Ai e lexoi, e mbylli, e vuri telefonin në xhepin e kombinezoni, sepse pikërisht në atë moment Natalia po e binte të ndihmonte për ta shmangur Feritin për saktësisht 10 minuta. Vetëm duhet të hyrësh në zyrën e tij me çfarëdo shfaqësimi dhe ta mbash atje për një çast, i shpjegoi me zë shumë të ulët. Pyete ku është dhoma e furnizimeve ose çfarë protokolli duhet të ndiqet nëse diçka thyet. Çfarëdo gjëje që e bën të humbas kohë. A mundesh? Për çfarë? Natalia tregoi diskretisht drejt depove që ishte pranë sallës së ngjarjeve. Duhet të përgatis diçka për të zotët Petriti. Për vjetori i tyre. 45 vjet që u njohen këtu. Hoteli nuk do të bëj asgjë. Feriti thot se nuk ka buxhet për ekstra sentimentalizmi, kështu që unë e bëj. Aleksi e shikoi atë. E paguan ti lulet. Po. Pjesën tjetër e marr nga çfarë ka. Rafaeli do të më bëj një tortë të vogël me mbetjet e bufetit. Pranvera më ruan balonat që mbetën nga java e kaluar. Ajo ngriti supet. Nuk është gjë e madhe, por është diçka. Aleksi mendoi për qendrat tregtare që kishte hapur, për hotelet që kishte ndërtuar, për milionat që kishte investuar për të restauruar pallatin e madh për ta kthyer në atë që ishte tani. Dhe një recepcioniste po blinte lule me para të veta për të ndjerë një çift 70 vjeçar se historia e tyre ka rëndësi. Unë shkoj, tha. Hyn në zyrën e Feritit pa e thirrur, gjë që vetë ishte e mjaftueshme për ta çorientuar menaxherin. Çfarë do? Feriti nuk i ngriti syt nga kompjuteri. Më falni që ju shqetësoj. Jam i përkohshmi. Kam një dyshim për protokollin e incidenteve. Ka një manual, e di, por nuk e gjej. A mund të më tregoni ku është versioni i përditësuar? Feriti psherti në një mënyrë që e ktheu pshertimin në një diskutim të vogël për superioritetin e tij. Gjatë 12 minutave në vijim, Aleksi bëri pyetjet më absurd dhe të paqarta që ishte në gjendje të ndërtonte për funksionimin e një hoteli. Feriti ju përgjigj me një kondescendencë në rritje, i bindur se kishte përpara punonisin më pak të aftë të përkohshëm në historinë e pallatit të madh. Kur Aleksi doli nga zyra, Holli kishte ndryshuar. Jo shumë, nuk ishte një banket, por kishte 2 vazo me trëndafila të bardhë në banakun e recepcionit. Një shenjë e vogël e shkruar me dorë që thoshte, 45 vjet dashurie filluan këtu. Dhe në tryezën e qoshes, pranë dritares që dukej në shesh, një tortë e vogël me një qiri dhe 2 gota me pambuk prisnin. Zoti Ener dhe zonja zbritën në orën 6:15. Kur e pan atë, zonja solli dorën në gojë. Zoti Ener i ruajti syt disa herë. Kjo, filloi ai. E përgatitëm me shumë kënaqësi, tha Natalia, e cila vazhdoi pas banakut sikur të ishte gjëja më normale në botë. 45 vjet meritojnë një fe. Stim, edhe nëse është i vogël. Zonja i u afrua banakut. I kapi dorën e Natalis me të dyja duart e saj. Si e ke emrin, bi? Natalia. Natalia. Zonja i shtrëngoi dorën. Zoti të japë çdo gjë që meriton. Çdo gjë. Aleksi, i mbështetur në murin e prapme me shkupën, ndjeu diçka që nuk kishte ndjerë për shumë kohë në lidhje me atë hotel. Ndjeu se gjyshi i tij do të ishte krenar dhe ndjeu në të njëjtën kohë turpin që kishte vonuar kaq shumë për të ardhur ta shohë këtë me sytë e tij. Situata me italianët erdhi ditën tjetër, në orën 11 të mëngjesit.
Aleksi kishte kaluar tashmë pothuajse 2 ditë në hotel. Kishte fjetur në një apartament të afërt që përdorte kur vizitonte Tiranën incognito. Ai mëngjes arriti në orën 7 si dita e kaluar, me të njëjtën kapel, të njëjtin kombinezon dhe fletoren mendore të mbushur me vëzhgime që asnjë raport menaxhimi nuk do t'i kishte dhënë kurrë. Ajo që nuk prishte ishte se ajo ditë e dytë do të ndryshonte gjithçka që ai mendonte se dinte për recepcionisten e tij. Në orën 10:15, ndërsa Aleksi pastronte pluhurin nga shtyllat e hollit, Feriti doli nga zyra e tij me një hap të ndryshëm nga zakoni. Më i shpejt, më i tendosur. Kishte telefonin në dorë dhe e kontrollonte çdo 20 sekonda. Pranvera i tha recepcionistit që mbulonte në atë moment, më njofto sapo të arrijë grupi Carbona. Janë 3 persona italian. Në çfarë ore priten? Në orën 11. Feriti rregulloi nyjen e kravatës. Dhe mos i lër të presin. Pranvera habiti. Feriti u kthye në zyrën e tij. E mbylli derën. Aleksi vazhdoi me shtyllat. Natalia kishte arritur në orën 8 si zakonisht dhe kishte kaluar gjithë mëngjesin duke menaxhuar rrjedhën normale të hotelit. Aleksi e kishte parë duke zgjidhur 3 ankesa, duke koordinuar ndryshimin e dhomës për një familje me 2 fëmijë të vegjël dhe duke pirë kafen në këmbë sepse sa e linte mbi banak, dikush tjetër vinte. Në orën 10:50, 3 burrat mbërritën në hotel. Kostume, çanta dokumentesh prej lëkure, flisnin midis tyre në italisht. Ai në mes, më i vjetri, dha një kartë vizit në banakun ku ishte Pranvera. Pranvera e shikoi, buzëqeshi me pasiguri dhe shkoi të kërkonte Feritin. Feriti doli nga zyra e tij me dorën e shtrirë dhe buzëqeshjen e dikujt që ka pritur ditë për këtë moment. Zë Carbona, mirë se vini në pallatin e madh. Është kënaqësi të ju për. Zë Carbona, mirë se vini në pallatin e madh. Është kënaqësi të ju pritim. Feriti fliste në shqip me atë intonacion të dikujt që beson se të folurit ngadalë barazohet me të kuptuarit. Kemi gjithçka të përgatitur për takimin. Zë Carbona ju përgjigj në italisht, shpejt, rrjedhshëm, me gjestin e dikujt të mësuar të kuptuarit. Feriti habiti sikur të kishte kuptuar. Nuk kishte kuptuar asgjë. Aleksi e dinte këtë sepse njihte mjaftueshëm italisht për të kuptuar se zë Carbona sapo kishte thënë se dokumenti që u ishte dërguar kishte një gabim në klauzolën e shpërndarjes së fitimit dhe se duhej sqaruar para se të ulej të negocionte. Feriti vazhdonte të buzëqeshte. Po, sigurisht. Kemi gjithçka të përgatitur. A dëshironi të kaloni në sallë? Një nga italianët më të rinj u përkul drejt Zë Carbonës dhe i tha diçka në vesh. Zë Carbona u zvarri. I u përgjigj me zë të ulët. Më i riu hapi çantën e dokumenteve dhe nxori një dokument. Feriti po shikonte dokumentin pa kuptuar se çfarë pritej prej tij. Atëherë Natalia, e cila kishte qenë duke shërbyer një mysafir tjetër në skajin tjetër të banakut, ngriti shikimin për një çast drejt grupit. Dëgjoi dhe Aleksi e pa të bënte diçka shumë të hollë. E përkuili kokën vetëm 1 centimetër djathtas, siç bëjnë njerëzit kur po procesojnë diçka në një gjuhë që e njohin mirë. Më falni. Natalia i u afrua grupit. Feriti e shikoi me një shprehje që përziej çuditë dhe kontrarietet. Natalia, po e menaxhoj unë këtë takim. Ajo e injoroi atë me elegancën e dikujt që ka nxitim për diçka më të rëndësishme. Mirëmëngjes, Zë Carbona, tha Natalia në italisht me një rrjedhshmëri që ndaloi ajrin në sallë. Dëgjova se ka një problem me klauzolën e shpërndarjes. A mund të ndihmoj? Zë Carbona u kthye drejt saj sikur ta kishte parë për herë të parë dhe në një farë mënyre ishte kështu. A flisni italisht? Pyeti edhe ai në italisht. Po, jetova 3 vjet në Milano, ju përgjigj ajo në të njëjtën gjuhë dhe kam punuar në sektorin hotelier atje. I njoh këto lloj dokumentesh. Zë Carbona i dha dokumentin. Aleksi nuk lëvizi. Ishte në një distancë prej rreth 8 metrash me shkupën në dorë, pa lëvizur. Natalia e lexoi dokumentin. E lexoi me shpejtësi, duke lëvizur syt me metodë përgjatë rreshtave dhe pastaj tregoi një paragraf specifik. Këtu ka një gabim përkthimi, tha në italisht. Fjala neto është përkthyer si bruto. E ndryshon plotësisht kuptimin e klauzolës. Ngriti syt drejt Feritit dhe e përsëriti në shqiп.
Pa asnjë qëndrim. Ka një gabim për kthimi në versionin shqip të kontratës. Klauzola e shpërndarjes thot fitim bruto, por origjinali italisht thot fitim neto. Është një ndryshim prej gati 30 në shifrat e marrëveshura. Heshtje. Z. Carbona e shikoi Natalin, pastaj e shikoi Feritin, pastaj e shikoi përsëri Natalin. Kush jeni ju? Pyeti në italisht. Unë jam recepcionistja, u përgjigj Natalia dhe nuk shtoi asgjë më shumë. Z. Carbona buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël e dikujt që sapo ka marrë më shumë se sa prishte. Shumë mirë, tha në italisht. Aleksi, nga 8 metrat largësi, nga anonimiteti i kombinezoni blu dhe kapelës, ndjeu diçka që në 40 vjet jetë biznesi nuk kishte ndjer kurrë. Mbeti plotësisht i paralizuar. Jo nga gabimi në kontratë, jo nga italishtja e rrjedhshme, por nga kombinimi i të gjithave. Gruaja që blinte lule me para të veta, që i mbronte punonësit para klientëve arrogant, që kërkonte syzet e zonjave të moshuara, që dinte protokollin e turneve të Feritit më mirë se Feriti vetë, që fliste 3 gjuhë dhe e përdorte për të shpëtuar një negociat miliardëshe ndërsa vazhdonte të ishte, për të gjitha qëllimet, recepcionistja e turneve. Dhe ai kishte 2 vjet duke marrë raporte menaxhimi që nuk e përmendnin as edhe një herë. Feriti Frakullja, pran tij, kishte fytyrën e një njeriu që sapo ka zbuluar se toka mbi të cilën ka ecur është shumë më e hollë se çmente. Aleksi u kthye në zonën e shërbimit me puls të përshpejtuar. Jo për shkak të italianëve, jo për kontratën, por për një pyetje që kishte qenë duke u rrotulluar në kokën e tij që nga dita e mëparshme dhe që në atë moment sapo kishte marrë përgjigje. Pse vlerësimet gjithmonë përmendnin vajzën në recepcion? Sepse ajo ishte e vetmja person në atë hotel që e bënte punën e saj sikur t'i rinte me të vërtetë. Dhe në atë moment, ndërsa po vinte shkupën dhe po kërkonte një cep të qetë për të menduar, pa diçka që nuk prishte të shite. Natalia, me shpinë drejt tij në korridorin e vogël pranë dhomës së stafit, duke folur me zë shumë të ulët me pranverën. Nuk mund t'i përdor kështu, thoshte Natalia. Nëse i paraqes unë, Feriti do të thotë se i vodha ose se i falsifikova. Do të më duhej që dikush nga drejtimi t'i kërkonte zyrtarisht. Dhe nëse i dërgojmë pronarit direkt, tha pranvera. Pronarit? Natalia lëshoi një të qeshje të shkurtër dhe pa humor. Pronarin nuk e ka parë askush në këtë hotel për 2 vjet. Me siguri është në një javë duke i numëruar fitimet e tij. Aleksi mbeti plotësisht i qetë. Për më tepër, vazhdoi Natalia, edhe nëse arrinin në duart e tij, e di se sa dokumente merr dikush i tillë? I filtrojnë asistentët e tij, i interpretojnë drejtorët e tij. Historia që i arrin nuk është e vërteta, është historia që i përshtatet Feritit. Pranvera nuk u përgjigj menjëherë. Dhe Monika, tha më në fund. Dhe Xhavi. Po mendoj për këtë. Natalia uli edhe më shumë zërin. Më lër një çift ditësh. Ato u ndan. Natalia u kthye në banak. Pranvera vazhdoi drejt dhomës së stafit. Aleksi mbeti aty ku ishte. Historia që i arrin nuk është e vërteta. Kjo frazë u vendos diku në mendjen e tij dhe nuk lëvizi gjatë gjithë pjesës tjetër të mëngjesit. Ajo që ndodhi më pas se shtyu Feriti, sepse Feriti Frakullja ishte lloji i personit që kur ndjehet i ekspozuar, sulmon. Në orën 12:30, kur italianët ishin tërhequr në sallën e takimeve me një version të korrigjuar të kontratës dhe Z. Carbona kishte shtrënguar dorën e Natalis përpara se të ikte, Feriti priti që holli të zbrazej relativisht. Pastaj doli nga pas banakut, shkoi direkt te Natalia dhe i foli me zë të ulët, por me atë intensitet të dikujt që nuk ka zakon të kontrollohet kur është i turpëruar. Kush të dha autorizimin të ndërhysh në atë takim? Asnjë. Dhe asnjë nuk më dha autorizim të lija ata të humbnin kontratën për një gabim përkthimi. Ai takim ishte përgjegjësia ime dhe gabimi i përkthimit ishte gjithashtu përgjegjësia ime. Natalia ngriti syt. Unë e zgjidha. Klienti është i kënaqur. Cili është problemi? Problemi është se nuk të përket ty kisha përpara 3 italian me një gabim në kontratë dhe nuk flisje gjuhën. Çfarë do të bëje ti, Ferit? Aleksi, që pastronte xham në skajin tjetër të hollit dhe e shihte skenën nga reflektimi, pa momentin e saktë kur Feriti mori vendimin e gabuar. Po të bëj një vërejtje formale për ndërhyrje në çështje menaxheriale. Zëri i Feritit ishte i ulët dhe i fortë.
dhe nëse ndërhym përsëri pa autorizim, hapi tjetër është pezullimi. Natalia nuk u përgjigj menjëherë. E shikoi Feritin me një qetësi që ishte pothuajse më elokuente se çdo fjalë. Në rregull, tha më në fund. Vetëm kjo? Në rregull. Dhe u kthye në tastier. Feriti shkoi në zyrën e tij. Aleksi e la pastruesin e xhamave me kujdes, u kthye dhe nxori telefonin nga xhepi i kombinezoni. Shkroi një mesazh Mateos Rinos. Vetëm një frazë. Kam nevojë që të jesh në pallatin e madh Tiranë brenda 2 orësh. Sill dokumentet e pronësisë. Por historia nuk mbaroi atje. Ende mungonte Konstantin Vokri. Në orën 3 pasdite, Konstantin Vokri zbriti në hol me këmishën gjysmë të futur dhe atë shprehjen e dikujt që ka kërkuar ca kohë me këta shkarkoj veten. E gjeti një roje 23 vjeçar, Raulin, që po riorganizonte çadrat në mbajtësinë e tyre në hyrje. Ti, Konstantini kërciti gishtat. Duhet që të më ngjiten bagazhin në dhomën tani. Jo, këtë pasdite. Tani. Rauli u drejtua. Sigurisht, zotëri, nëse më jepni një numër dhome. Dhoma 210. Dhe më ngjiten të gjitha, nuk më lën asgjë poshtë. Herën e fundit harruan çantën e golfit. Unë do ta procesoj tani. Dhe kjo, Konstantini tregoi mbajtësinë e çadrave, e vendosin keq. Gjithmonë në hotelet e kategorisë së 2. Rauli gëlliti pështymën. Natalia tashmë kishte ngritur kokën nga pas banakut. Zotëri Konstantin. Zëri i saj arriti me qartësi në skajin tjetër të hollit. Rauli do t'ju procesoj bagazhin me kënaqësi dhe nëse ka ndonjë problem me shërbimin, mund të ma tregoni direkt mua për ta menaxhuar. Konstantini u kthye drejt saj. Dhe çfarë lidhje keni ju me këtë? Unë jam përgjegjësja e shërbimit ndaj klientit në këtë turne. Çdo çështje që lidhet me shërbimin kalon nëpër mua. Atëherë keni një problem me stafin. Ky djalë nuk di as të vendos një mbajtës çadrash. Rauli ka 3 vjet në këtë hotel, tha Natalia me të njëjtën qetësi gjithmonë, dhe ka vlerësime të shkëlqyera. Nëse keni ndonjë ankesë specifike për shërbimin e marrë, do të isha e lumtur t'ju dëgjoj. Por sa i përket mënyrës suaj të drejtuar ndaj stafit, ju kërkoj të jeni respektues ndaj personave që punojnë këtu. Konstantini mbeti shumë i qetë. Po më jepni mua një mësim. Po ju kërkoj respekt për shokun tim. Është ndryshe. Kishte një heshtje nga ato që zgjaten më shumë se sa është komode. Pastaj Konstantini bëri 2 hapa drejt banakut. Dua të flas me menaxherin. Tani do ta njoftoj, tha Natalia. Shkoi në zyrën e Feritit. Aleksi, nga ku qëndronte, nuk mund të dëgjonte bisedën, por mund të shihte fytyrën e Feritit kur doli. Dhe fytyra e Feritit ishte e dikujt që tashmë ka marrë një vendim para se të dilte. Zotëri Konstantin, më vjen shumë keq për atë që ka ndodhur. Feriti erdhi në hol me dorën e shtrirë dhe buzëqeshjen e dikujt që do të ofrojë çfarëdo gjëje vetëm që klienti të jetë i kënaqur. Ju siguroj se do të merret shënim dhe do të bisedohet me stafin përkatës. Me stafin përkatës, përsëriti Konstantini duke e shikuar Natalin. Mirë. Natalia, tha Feriti pa e shikuar atë. Je e pezulluar nga turni i sotëm. Mund të mbledhësh gjërat e tua. Holli mbeti në heshtje. Rauli, roja, hapi gojen. 2 turistë që prisnin pranë ashensorit shikuan pa kuptuar se çfarë po ndodhte. Natalia mbeti plotësisht e palvizshme për një sekondë. Pastaj habiti. Nuk bërtiti. Nuk qau, nuk bëri asnjë gjestë dramatike. Shkoi në sirtarin e saj, nxori gjërat e veta personale, i futi në çantë me lëvizje të ngadalshme dhe të sakta dhe pastaj shkoi drejt derës së pasme. Para se të dilte, u kthye. Nuk e shikoi Feritin, nuk e shikoi Konstantinin, e shikoi Raulin, i cili vazhdonte pranë mbajtësit të çadrave me sy të shkëlqyer, dhe i tha diçka që Aleksi dëgjoi me qartësi nga ku qëndronte. Ti bëre gjithçka mirë. Mos e harro këtë. Dhe doli. Aleksi priti 3 minuta, por para se të mund të nxirrte telefonin, ndodhi diçka që nuk ishte në asnjë plan. Rauli, roja 23 vjeçar, shkoi drejt derës së pasme të hotelit, e njëjta nga e cila kishte dalë Natalia. Aleksi e ndoqi pa menduar shumë.
Kur arriti te dera, Rauli ishte në rrugicën e jashtme, i ulur në shkallën e shërbimit, me bëryllat në gjunjë dhe fytyrën në duar. Aleksi ndaloi pranë tij. Hej! Rauli ngriti kokën. Kishte sytë të kuqërem. Nuk po qante, por kishte qenë afër. Ishte për shkak tim, tha djaloshi. I u përgjigjeva keq. Duhej të heshtja dhe... Nuk, tha Aleksi. Nëse nuk kishte thënë asgjë, Natalia nuk do të kishte nevojë të dilte. Rauli. Aleksi u ul në shkallë pranë tij me kombinezonin blu, ashtu si çdo punonjës tjetër. Ti nuk bëre asgjë të keqe. E bëre punën tënde dhe ajo personi të fali respektin para të gjithëve. Natalia bëri atë që ishte e drejtë dhe është pezulluar për këtë. Po. Aleksi habiti. Është pezulluar për këtë. Heshtje. A është e drejtë kjo? Pyeti Rauli. Ishte pyetja e dikujt që ka kaluar pak kohë në botën e punës dhe ende beson se gjërat e këqija kanë një shpjegim të arsyeshëm. Aleksi e njihte mirë. E kishte bërë vetë shumë vjet më parë, para se të mësonte se gjërat e padrejta ndodhin sepse sistemet i lejojnë ato, dhe sistemet i lejojnë sepse askush me fuqi nuk vendos t'i ndryshojë. Ndodhin, tha Aleksi, sepse ai që duhej ta pengonte nuk po shikonte. Rauli e shikoi anash. Dhe tani? Aleksi u ngrit nga shkalla. Tani po shikon. Ai numëroi deri në 180. Mori frym. Mendoj për raportet, për vlerësimet, për lulet me para të veta, për 45 vitet e të zotëve Petriti, për gabimin e përkthimit që askush tjetër nuk do ta kishte zbuluar. Për ti bëre gjithçka mirë. Për Raulin në shkallë. Pastaj nxori telefonin. Mateo Rinos ishte tashmë në rrugë. Ai thiri pranverën Saliun. Pranver, kam nevojë për një favor. Kur të mundesh, eja në hall me dokumentet që ke ti, ose që ka Natalia, për vlerësimet e stafit. Heshtje në anën tjetër. Kush je ti? Tha pranvera më në fund. Jam burri që ka kaluar 2 ditë me kombinezonin e pastrimit. Jam Aleksi Doda. Heshtje më e gjatë. O Zot, tha pranvera me zë shumë të ulët. Dokumentet, pranver, të lutem. 40 minuta më vonë, Mateo Rinos hyri në pallatin e madh me një çantë dokumentesh prej lëkure të zezë. E pa Aleksin me kombinezonin blu, kapelen dhe syzet plastike dhe nuk tha asgjë për 2 sekonda. Alex, tha më në fund. Më vjen mirë që më thirre. I ke dokumentet. Aktet e pronësisë, autorizimet e noterit dhe letrën e pushimit nga puna të nënshkruar bosh që më kërkove para 6 muajsh për raste urgjente. Mateo hapi çantën. Për kë është letra? Për Ferit Frakullën. Së pari, Aleksi hoqi kapelën. Dhe pastaj duhet të flasim për Konstantin Vokërin. Feriti Frakullja ishte në zyrën e tij duke rishikuar disa buxhete kur dera u hap pa qenë thirrur. Hyri burri me kombinezonin blu dhe pas tij një zotëri me kostum dhe çantë dokumentesh. Çfarë është kjo? Kush ju dha leje për të? Feri. Zëri I burrit me kombinezonin blu ishte krejtësisht I ndryshëm nga ai I punonjësit të përkohshëm që kishte injoruar 2 ditë. Ishte zëri I dikujt të mësuar të dëgjohet. Emri im është Aleksi Doda. Feriti I ruajti sytë. Doda? Pronari I zinxhirit Doda Hotele, pronari I këtij hoteli. Aleksi hoqi syzet plastike. Kam kaluar 2 ditë këtu I maskuar si pastrues sepse raportet që më dorëzonje nuk korrespondonin me realitetin. Tani e di pse. Feriti u lëkun për disa sekonda. Dukej se po procesonte nëse kjo mund të ishte e vërtet apo ndonjë lloj shaka. Mateo hapi çantën dhe vuri mbi tavolinën e shkrimit aktet e pronësisë. Këto janë aktet e pronësisë së ndërtesës dhe dokumentacioni I shoqërisë holding që menaxhon zinxhirin. Mateo vendosi gishtin mbi nënshkrimin e dokumentit kryesor. Emri që shfaqet këtu është I klientit tim. Feriti I shikoi dokumentet. I shikoi për shumë kohë. Kur ngriti syt, Aleksi nuk ishte më pranë derës. Ishte duke qëndruar përballë tavolinës. Kam rishikuar me avokatin tim vlerësimet e stafit për 6 muajt e fundit. Aleksi fliste pa ngritur zërin. Gjetëm çrregullime në të paktën 4 raste.
Punonjes me dosje të modifikuara që nuk korespondojnë me vlerësimet origjinale. A do të më shpjegosh këtë? Feriti hapi gojen. Ka një kontekst. Konteksti është se i ke përdorur vlerësimet për të mbuluar dështimet e tua të menaxhimit dhe për të ndëshkuar persona që nuk kishin asgjë me të. Vurim mbi tavolinë zarf me letrën. Ke deri të premten për të mbledhur gjërat e tua. Burimet njerëzore do të procesojnë pushimin. Nëse bashkëpunon me rishikimin e dosjeve, nuk do të ketë veprime shtesë. Feriti e mori zarf, e hapi, e lexoi dhe ngjyra që e braktisi fytyrën e tij në atë moment nuk u kthye kur Aleksi ishte në dhomë. Konstantin Vokri vazhdonte të ishte në hol kur Aleksi doli nga zyra. Qëndronte pranë recepcionit duke biseduar me Dik në telefon, duke gestikuluar ndërsa fliste. Kur pa Aleksin duke ardhur drejt tij akoma me kombinezonin, u zvarrit duke treguar shqetësimin e atij që sheh Dik që nuk përshtatet në vend. Çfarë do? E pyeti ai duke e mbuluar telefonin. Duhet të flas me ju, zotëri Konstantin. Jam i zënë. E di. Aleksi nuk ndaloi. Por kjo nuk do të zgjas shumë. E çoi mënjan larg banakut, pranë murit ku ishin disa koltuk. Mateo Rinos erdhi një moment më vonë me çantën. Konstantini i shikoi të dy me një irritim në rritje. Kush jeni ju? Menaxheri i pastrimit. Emri im është Aleksi Doda, tha Aleksi. Jam pronari i këtij hoteli dhe i atij që e frekuentoni në Durrës dhe i atij në Shkodër. Konstantin Vokri mbajti heshtje. Këtë pasdite, vazhdoi Aleksi, keni presionuar drejtorin e përgjithshëm që të pezulloj punonjësen më të mirë të këtij vendbanimi. Një punonjëse që sot shpëtoi një negociat miliardëshe duke zbuluar një gabim përkthimi që asnjë nga drejtorët e mi nuk do ta kishte parë, dhe e pezulluat sepse pati decencën t'ju kërkoj që ta trajtoni me respekt një roje 23 vjeçar. Konstantini u përpoq të përbëhej përsëri. Shikoni, unë thjesht. Nuk kam mbaruar. Aleksi mbajti tonin e qetë, që ishte më i vështirë për të kundërshtuar se çfarëdo britm. Gjatë ditëve në vijim do të merrni një njoftim për anulimin e antarësimit tuaj në të 3 hotelet e zinxhirit. Arsyet do të regjistrohen. Nëse dëshironi të kontestoni vendimin, mund ta bëni përmes kanaleve ligjore. Konstantini hapi gojen, e mbylli, e hapi përsëri. Nuk mund ta bëni këtë. Kam kontrata me këtë zinxhir. Kontratat kanë klauzola sjelljesh. Mateo Rinos dha një hap përpara. Klienti im ka tërë dokumentacionin. Nëse dëshironi ta rishikoni, mund të më kontaktoni. I dha një kartë vizitë. Konstantini e shikoi pa e marrë, pastaj e mori dhe u largua drejt ashensorit pa thënë asgjë më shumë. Holli mbeti në heshtje. Rauli, roja 23 vjeçare, qëndronte pranë mbajtësit të çadrave duke parë skenën. Kur Aleksi u kthye drejt tij, djaloshi gëlliti pështy. Ishe ju? Ai. Po. Aleksi habiti. Al, i përkohshmi i mirëmbajtjes. Rauli e procesoi këtë për një moment. Dhe Natalia a e di? Ende jo. Ndërtesa ku jetonte Natalia Vangeli ishte 15 minuta në këmbë nga hoteli. Ishte një nga ato bloqet e viteve 80 që me kalimin e kohës kanë fituar një dinitet të heshtur. Balkonet me lule, kutit e postës me emra të shkruar me dorë, ashensori që funksionon por bën një zhurmë që të bën të mendosh se nuk duhet. Aleksi ngjiti 3 kate, ra në derë të apartamentit 3B. Nuk ndodhi asgjë për disa sekonda. Pastaj dëgjua lëvizje brenda, hapa sikur dikush po shikoje përmes vrimës së derës dhe nuk po vendoste çfarë të bënte me atë që po shite. Dera u hap. Natalia kishte veshur rroba të rrugës, jo uniformën. Kishte flokët të lirshëm dhe sytë e dikujt që ka qenë duke menduar shumë gjatë orëve të fundit, jo duke qarë, thjesht duke menduar me atë intensitet që lëgjurm në fytyrë. E shikoi nga kokat e këmbët. Al, tha. Natalia, si e di ku jetoj? Më tha Pranvera. Pranvera, përsëriti Natalia. Po. Natalia mbështeti supin në kornizën e derës. Pse do të më thoshte ajo? Aleksi mori frym. Sepse i thash kush jam. Natalia e shikoi për një moment që zgjati më shumë se sa duhej. Dhe kush je? Aleksi Doda. Pronari i pallatit të madh.
Heshtja që ndoqi ishte e një lloji specifik, jo mosbesimi, jo habie. Ishte heshtja e dikujt që por I rendit në mendjen e tij një sekuencë të tërë ngjarjesh në dritën e një informacioni të ri. Natalia qeshi. Një të qeshje e shkurtër, e vërtet, që I doli pa mundur ta pengonte. Çfarë, tha? Asgjë. Ajo u largua nga korniza. Thjesht 2 ditë më parë I thash pranverës se pronari I hotelit me siguri ishte në një jahtë duke I numëruar paratë e tij. Dhe ti ishe 3 metra larg mejes me një shkup. E dëgjova. E di. Kjo është arsyeja pse më bën të qesh tani. Futu brenda. Apartamenti ishte I vogël dhe pikërisht çfarë do të priste Aleksi, I pastër, I organizuar, me libra në një raft që qartë ishin lexuar, jo vendosur për dekorim. Një bim në dritare, foto në mure, një filxhan kafe e gjysmë në tryezën e ngrënies. Sa kohë ke qenë I maskuar, pyeti Natalia nga kuzhina, ku kishte shkuar për të vënë ujë të vlojë. Dhe pse? Sepse raportet e Feritit nuk përputheshin me vlerësimet dhe sepse askush nuk I thotë të vërtetën pronarit. Natalia doli koka nga kuzhina. Dhe e gjetëm? Të vërtetën. Po. Çfarë është? Aleksi ul në buzë të divanit pa e hequr kombinezonin. Se hoteli funksionon përkundër menaxhimit, jo falti. Se Feriti ka kaluar vite duke ndërtuar një sistem që e mbron atë dhe I dëmton të gjithë të tjerët. Dhe se ti ke kaluar 4 vjet duke qenë e vetmja arsye pse ai hotel ka ndonjë vlerësim 5 fyjor. Natalia doli nga kuzhina me 2 filxhan. I dha një. Kjo është shumë për të thënë. E kam parë me sytë e mi. E kam parë se si I trajton klientët e vështirë. E kam parë se si I mbron punonisit. E kam parë atë që bëre për të zotërit Petriti dhe e kam parë se si zbulove në 3 minuta një gabim përkthimi që askush tjetër nga ekipi nuk do ta kishte gjetur. Natalia u ul në karrigen përballë tij. Rrethoi filxhanin me të dyja duar. Jetova 3 vjet në Milano, tha, para se të kthehem në Shqipëri. Kam punuar në një hotel atje. E di. E dëgjova sot kur u prezantove zotit Karbonës. Natalia habiti ngadalë. Dhe Feriti, pyeti më në fund. Feriti është pushuar nga puna. Është në proces. Natalia nuk tha asgjë për disa sekonda. Dhe Konstantin Vokri? Antarësimi I tij në zinxhir është anuluar. Aleksi vuri filxhanin në tryezë. Natalia, erdha këtu për 2 arsye. E para është se pezullimi yt I sotëm ishte I padrejtë dhe doja t'ja themi personalisht. E dyta është se kam nevojë të ofroj diçka. Natalia e shikoi me kujdes. Çfarë? Drejtorinë operative të pallatit të madh. Heshtja që ndoqi ishte e ndryshme nga ajo e mëparshme. Kjo kishte më shumë teksturë, më shumë peshë. Unë jam recepcioniste, tha Natalia. Jam I vetëdijshëm. Nuk kam diplomë në menaxhim hotelieri. Ke 4 vjet menaxhim real pa diplomë. Ke 3 gjuhë. Ke respektin e gjithë stafit të hotelit dhe ke aftësinë të kthesh një zonjë të zemëruar për një llambë të thyrë në vlerësimin më të mirë të javës. Aleksi u përkul paksa përpara. Çdo drejtor me MBA mund të mësoj metrikat. Ajo që ke ti nuk mësohet askund. Natalia shikoi filxhanin e kafes. E shikoi për shumë kohë. Nëse pranoj, tha më në fund, ka kushte. Dëgjoj. Së pari, dosjet e falsifikuara të Monikës, Xhavit dhe të tjerëve kthehen me efekt retroaktiv. Kategoritë dhe pagat e tyre kthehen aty ku ishin para se Feriti t'i manipulonte. E bër. Së dyti, ekipi I recepcionit kalon të ketë një takim javor me mua direkt, pa ndërmjetës. Nëse ka probleme, I zgjidhim brenda, jo në zyrat lartë. Dakord? Së treti. Natalia ngriti sytë. Asnjëherë më nuk pezullohet askush për të mbrojtur dinjitetin e një shoku. Nëse ndodh kjo, unë iki pa diskutim. Aleksi e shikoi për një moment. Këto janë kushtet më të mira që më janë parashtruar në një kontratë për 10 vjet, tha. Është një po. Pra, po. Ke më shumë? Natalia mendoi për një sekondë. Një më shumë. Nëse kthehesh përsëri I maskuar si pastrues për të spionuar hotelin tënd, më njofto më parë që të përgatis dyshemen mirë për të fshirë.
Aleksi lëshoi një të qeshje të madhe. Një të vërtet, jo të qeshjen e kontrolluar të ekzekutivit në takim. Një të qeshje të vërtet që mbushi apartamentin e vogël dhe I habi të dy. Marrëveshje, tha kur mundi të fliste. Natalia I dha dorën. Aleksi I shtrëngoi dhe në atë moment, në një apartament të katit të tretë të një bloku të viteve 80, 15 minuta në këmbë nga Pallati I Madh në Tiranë, u mbyll marrëveshja më e rëndësishme që Aleksi Doda kishte nënshkruar për shumë kohë. Ajo që ndodhi gjatë javëve në vijim në Pallatin e Madh nuk arriti në gazeta. Nuk ishte një skandal publik, ishte diçka më e heshtur dhe më solide se kaq. Feriti Frakulja nënshkroi pushimin e tij dhe u largua një të premte në mëngjes pa qenë parë gati nga askush. Kishte një kuti me gjërat personale nga zyra e tij dhe shprehjen e një njeriu që e di se ka djegur një orë që nuk do të jetë në gjendje ta rindërtojë. Monika u kthye në kategorinë e saj origjinale. Xhavi gjithashtu. Dy punonjësit e tjerë, dosjet e të cilëve ishin manipuluar, morën një letër nga drejtimi që pranonte gabimin dhe kompensonte diferencën e pagës për muajt e mëparshëm. Rauli Roja mori një vlerësim të jashtëzakonshëm të nënshkruar nga drejtoria e re operative. Z. Carbona dhe investitorët italian nënshkruan marrëveshjen. Në emailin pas mbylljes së negociatave, Z. Carbona përfshiu një shënim të shkruar me dorë për Aleksin në të cilin thoshte në italisht se Raul gjen në një hotel dik që të kuptoj se mikpritja e vërtet nuk është një protokoll, por një qëndrim dhe se ajo recepcionistja e kishte demonstruar atë. Natalia e lexoi emailin 3 herë, pastaj e ruajti në një dosje. Nuk ua tregoi askujt, edhe pse Aleksi, që arriti ta shoh duke e lexuar, e dinte saktësisht se çfarë kishte në atë dosje dhe pse e ruajti aty. Z. Eneri dhe Zonja Petriti lënë një vlerësim që u deshën 3 javë për të shfaqur në platformë sepse Zonja kishte dashur t'i kërkojë mbesës që ta ndihmonte ta shkruante. Thoshte, kemi kaluar 45 vjet duke kujtuar valletin ku u njohëm. U kthyem në Pallatin e Madh në Tiranë për ta mbyllur rrethin. Nuk prisnim asgjë të veçantë sepse në moshën tonë tashmë e dini se hotelet janë hotele dhe kujtesa është kujtesa. Por kishte një vajzë në recepcion që quhej Natalia. Natalia bëri që ajo natë të ishte vërtet ajo që do të kujtojmë gjithmonë. Jo me shfaqje, jo me formalizime, me gjën më të rrallë dhe më të vlefshme që ekziston në botën e shërbimit, me zemër. 10 hyje dhe të mund të vendosja 10. Kur Natalia e lexoi vlerësimin nga pas banakut të recepcionit ku vazhdonte të punonte mëngjeset derisa tranzicioni I drejtimit të përfundohej, I mbylli syt për 2 sekonda. Pranvera, që ishte pranë saj, e shikoi. A je mirë? Po. Natalia hapi syt. Jam mirë. Dasma nuk ishte në planet e askujt. Ose më sakt, nuk ishte në planet e Natalis, e cila ishte nga njerëzit që nuk bëjnë plane që varen nga të tjerët sepse ka mësuar se planet e këtij lloji janë ata që dhembin më shumë kur dështojnë. Por Aleksi Doda ishte I qëndrueshëm në gjërat që vendoste dhe kishte vendosur diku midis kombinezoni dhe filxhanit të kafes së apartamentit të katit të tretë se Natalia Vangeli ishte personi më I jashtëzakonshëm që kishte takuar në jetën e tij. Jo I jashtëzakonshëm në kuptimin e jo real ose të përsosur. I jashtëzakonshëm në kuptimin se kur shumica e njerëzve do të kishin dhënë dorë, ajo nuk dorëzoi dhe kur shumica do të kishin heshtur, ajo fliste. U deshën 2 vjet. Nuk ishte një rrugë e drejtë, ishte një rrugë me debat për kufit midis profesionalit dhe personalit, me momente kur Natalia vendoste distancë, sepse distanca ishte ajo që kishte mësuar të vendoste kur diçka fillonte t'i rinte shumë. Me momente kur Aleksi duhet t'ia kujtonte vetes se njerëzit që kanë mësuar të mos presin asgjë nga askush kanë nevojë për kohë për të mësuar të presin diçka nga dikush. Por ishin 2 vjet të mirë dhe në fund u martuan në Pallatin e Madh në Tiranë. Jo në sallën e ngjarjeve, por në hall, I njëjti hall me 2 shemen prej mermeri që Aleksi kishte fshirë atë mëngjes të parë. E njëjta llampë që Zonja kishte njohur kur hyri, I njëjti banak I recepcionit ku Natalia kishte mbrojtur Raulin, Monikën, Xhavin, të gjithë ata që kishin nevojë të mbroheshin. Ishin 50 persona. Ekipi I hotelit, familjet e të dyve, Matteo Rinos me gruan e tij, Z. Carbona, që udhëtoi nga Milano vetëm për të qenë aty. Z. Eneri dhe Zonja Petriti erdhën të parët dhe u ulën në rreshtin e parë me të njëjtën qetësi të dikujt që e di se ka ardhur në vendin e duhur. Rauli çoi unazat.
Pranvera ishte dëshmitare dhe kur oficianti pyeti nëse dikush donte të thoshte disa fjalë përpara betimeve, askush nuk priste që të ishte Aleksi ai që ngriti dorën. Së pari u kthye drejt Natalisë. Erdha këtu i maskuar si pastrues duke kërkuar probleme, tha. Dhe gjeta krejt të kundërtën. Gjeta dikë që zgjidhte problemet që krijonin të tjerët. Dikë që blinte lule me para të veta që një çift pleqash të ndjenin se historia e tyre rinte. Dikë që i mbronte të tjerët kur askush nuk po shikonte. Unë po shikoja. Natalia mori frym. Kur thua se je drejtoresh e një hoteli, vazhdoi Aleksi, njerëzit mendojnë se është një ngjitje. Unë e di se nuk është. E di se ke kaluar vite duke qenë drejtoreshja e vërtet e atij hoteli. E vetmja gjë që ndryshoi ishte titulli dhe zyra. Në hol, dikush duartrokit, pastaj një tjetër. Dhe pa pritmas të gjithë po duartrokisnin para se betimet të kishin përfunduar. Dhe oficianti ngriti duart me një buzëqeshje dhe priti që zhurma të qetësoj. Natalia i fërkoi një sy me pjesën e pasme të dorës. Nuk po qaj, i tha oficiantit. Sigurisht që jo, tha oficianti. Kur erdhi radha e saj, Natalia e shikoi Aleksin. Ti erdhe me një kombinezon dhe një shkup, tha. Dhe unë mendova, një tjetër i përkohshëm që zgjat 3 ditë. Buzëqeshi pak. Por ti mbethe dhe dëgjoje dhe kur mund të kishe bërë çfarëdo gjëje tjetër, bëre atë që ishte e drejtë. Kjo nuk e bën shumë njerëz. Kjo nuk e bën pothuajse askush. Pallati i madh në Tiranë mbajti heshtje për saktësisht 1 sekondë dhe pastaj u mbush me duartrokitje që zgjuan më shumë se sa kishte llogaritur askush. Pallati i madh u bë hoteli më i vlerësuar i Tiranës atë vit. 482 vlerësime, 411 prej tyre 5 hyjore. Ato që nuk arrinin në 5 zakonisht përmendnin çmimin e parkingut. Fraza që përsëritej më së shumti në vlerësimet, në forma të ndryshme, ishte gjithnjë e njëjta ide, hoteli ka shpirt. Natalia Doda, drejtoresh operativ e pallatit të madh, lexoi atë vit një artikull të një reviste turistike që e emëronte si një nga talentet në ngritje të hotelerisë shqiptare. E shtypi, e ruajti në të njëjtën dosje ku ishte shënimi i Zotit Karbonës dhe ditën tjetër shkoi në punë në orën 7. 40 si gjithmonë, sepse hotelet që kanë shpirt nuk i bëjnë artikujt, i bëjnë njerëzit që qëndrojnë kur është e vështirë, që flasin kur është e sikletshme dhe që blejnë lule me para të veta që një çift 70 vjeçar ta di se historia e tyre rinte. Pallati i madh nuk u ndryshua nga jashtë. Dritare të njëjta, mermer i njëjtë, dritë e njëjtë. Por brenda ndryshoi gjithçka. Jo me njerëz të rinj, por me të njëjtët njerëz që tani dinin se puna e tyre shihej dhe vlente. Dhe në qendër të këtij ndryshimi qëndronin 2 njerëz, një burr që kishte mësuar se drejtësia nuk zbatohet nga zyrat në katin e lartë, por nga kujdesi në atë të poshtëm, dhe një grua që e kishte pasur gjithë kohën, duke pritur vetëm që dikush ta vinte re. Historitë e mëdha ndodhin jo kur dikush zbulon diçka të re, por kur dikush përfundimisht e sheh atë që ka qenë aty gjithmonë. Dhe ndonjëherë, për ta parë atë që ka qenë gjithmonë aty, duhet të vishësh kombinezonin e dikujt tjetër dhe të fshish dyshemen me duart e tua.